Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një super krem të shijshëm me çokoladë dhe portokall. Atëherë, për këtë krem kam 450 gram qumësht, 3 të verdha veze, të bardhat i kemi më vete, kam 150 gram sheqer të bardh, kam 220 gram çokoladë, çokoladën e kam 70%, kam 100 gram gjalp, do përdor vanilje, unë kam pas vanilje, mund të përdorni dhe vanilje plur, pa problem, dhe kam lëkurën e një portokalli. Përbërësit ton janë këto, dhe si fillim, do fillojmë me ngrohjen e qumshtit. Ndezim sobën, do shtojmë qumshtin, dhe lëkurën e portokallit. Lëkurën e portokallit duhet ta dini, ta keni të sigurt të mirë, pastaj përdoreni, por mund ta lani me sodë edhe me uthull. Mirë, ta fshini dhe pastaj të hiqni lëkurën dhe ta përdorni. Atëherë kemi vendosur në zjarr qumshtin me lëkurën e portokallit të ngrohet. Ndërkohë që vendosim të ngrohet qumshti me lëkurën e portokallit, por nuk e duam dhe shumë të ngrohtë, sepse do ta shtojmë tek veza dhe nuk duam që si fillim të na e presi vezën. Do ta fik, sepse i kam bërë një ngrohje shumë të lehtë. Shtojmë sheqerin te të verdha dhe ndihmojmë që ta rrahen. Pak sheqer do ta lëmë që të rrajmë të bardhat e vezës. Në këtë mënyrë. Me luk do marrim qumshtin e ngrohtë, do ta shtojmë avash tek të verdhat e vezës me sheqerin, në këtë mënyrë, sa të filloj veza dhe të marrë ngrohtësinë e qumshtit. E shtojmë pak nga pak se nuk duam që të na i presi, të na i pjeki të verdhat më saktë. Ta shtojmë avash duke trazuar. Do ta shikojmë që të verdhat do fillojnë dhe do ngrohen paksa, do t'i shtojmë tek qumshti. Tani që kanë filluar dhe kanë marrë nxehtësinë e qumshtit, do ta shtojmë të verdhën me sheqerin tek tenxheria që neve kemi shtuar, kam qumshtin dhe lëkurën e portokallit. Do ta ndezim sobën përsëri, por nuk e duam në gradacion të lartë, do ta ndizim në një gradacion të ulët, që të fillojë të ngrohet avash. Qumshti ka filluar të marrë val, do t'i heqim lëkurën e portokallit. E nxjerrim nga qumshti lëkurën. Dhe do shtojmë brenda çokoladën. Dhe vaniljen. Dhe sobën do ta fikim dhe do ta trazojmë çokoladën derisa të shkrihet. Atëherë qumshtin me çokoladën e kam lënë për pak të ftohet dhe do shtoj në fund gjalpin. Nuk do bluaj gjalpin me çokoladën sepse nuk dua të më bëhet mikser i pis. Do raj një herë në mikser të bardhat e vezës me sheqerin. Dhe pastaj do rahim gjalpin me qumshtin dhe me çokoladën. Pasi kam rrahur shumë mirë të bardhën e vezës, do raj gjalpin që kam shtuar brenda te qumshti dhe te çokolada. Pasi kam shtuar gjalpin dhe kam rrahur te çokolada, do shtoj të bardhat e vezës. Dhe do t'i përzijim. Kremin që unë kam përgatitur do ta shërbej nëpër gota, por mund ta shërbeni ku të dëshironi ju, në tasa, në gota, në filxhan, sipas dëshirës tuaj. Të mbushim gotat dhe do t'i fusim në frigorifer për 2-3 orë. Kur t'i shërbeni, unë do t'i shtoj sipër reçel portokalli.
Mund t'i shtoni reçel, mund t'i shtoni gliko, sipas dëshirës tuaj, por dhe kështu ta hani do jetë e shkëlqyer. Tim me çokoladë dhe portokale ka përfunduar, del me të vërtet shumë i shijshëm. Provoni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.